Pas 11 majit, Kuvendi i Shqipërisë do t'i ndrojë jo vetëm fytyra, por edhe thelbi. Përfaqësues të Lëvizjes Bashkë në këtë kuvend, të zgjedhur të shumtë në numër, jo vetëm nga qarku i Tiranës, por nga Shkodra, Lezhë, Elbasani, Durrësi, Korça, Vlora, Berati, nga do ku lind shpresa, do të vinë në këtë kuvend dhe do të flasin për drejtat e mohuara të qytetarëve. Do të propozojnë projektligje të panumërta për të mirën e përbashkët, për drejtat e punëtorëve, për sipërmarrjen e ndershme, për shtresën e mesmet në përkëmbur për pensionistët dhe për këdo që deri më sot ka psuar padrejtësi. Në këtë kuvend, ne nuk do të luftojmë me grushta, po do të luftojmë me ide. Do të kërkojmë llogari për gjithë çfarë është vjedhur populli shqiptar deri më sot. Do të kërkojmë të vendoset drejtësia dhe të miratohen ligjet që na duhen. Unë jam besim plot se qytetarët e Republikës Shqipërisë do na votbesojnë, sepse ata çdo ditë më shumë po besojnë tek e reja që po lind. Kjo e re ka shumë fytyra, ka fytyrat e aktivistëve dhe të mbështetësve të Lëvizjes Bashkë, por ka vetëm një emër, Lëvizja Bashkë. Prandaj ju ftoj të gjithë që ditë e diel në 11 maj të votoni për veten tuaj, për familjen tuaj, për komunitetin tuaj, për të gjithë popullin shqiptar, për ata që ende nuk kanë lindur, por kanë drejt jetojnë në një Shqipëri më të mirë, për ata që nuk jetojnë më, por na kanë lënë amanet aspiratat e tyre. Të votoni numrin 2, të votoni Lëvizjen Bashkë.